Të premtën e kaluar kanë filluar aplikimet për vizë amerikane në një sistem lotarie që aktualisht është më e përhapura në botë. Në këtë aplikim marrin pjesë thuajse të gjitha vendet e botës. Pavarësisht thirrjeve të ambasadës amerikane në Prishtinë dhe shkop që të mos bien prej manipulimeve të mundshme që mund të bëhen në këtë proces, shumë të rinj kosovar kanë vendosur të aplikojnë me shpresën se do të kenë sukses që të fitojnë të drejtën për të shkuar në Amerikë. Marr të aplikoj për llotarinë amerikane, cila po bëhen ton grand. Aplikimi është e thjeshtë, është 25 euro për person, 35 familjare. Është hera parë që aplikojnë në llotarinë amerikane, veçanërisht se vetë në Kosovë është hera parë që aplikohet. Po, ka shpresë, po që në rajon kanë shku njerëz në këtë formë. Është hera parë këtu në Prishtinë se kam aplikuar, thjesht me provu fatin me këtë shyrë. Po kjo është tash në varet, me këtë shyrë pak mos është pak më mirë se në Kosovë. Linda Gjokaj nga Green Card Amerika për Tribuna Channel tha se interesimi i qytetarëve veçanërisht i të rinjve është mjaft i madh, për të cilën thotë se kanë pritur. Kompania jonë faktikisht ka filluar këtë vit edhe interesimi i qytetarëve ka qenë shumë i madh. Nuk e kemi pritur këtë. Kështu që ka pas interes. Na kemi filluar prej 1 tetorit, kështu që prej 1 tetorit deri tash kemi pas goxha aplikantë që kanë ardhur. Goxha të interesuar. Kryesisht janë të rinj që po vinë, po kemi pas edhe familjar, ka qenë një numër i madh edhe i familjeve që kanë ardhur kanë aplikuar. Ajo tregon edhe për mënyrën dhe shumën e aplikimit dhe për datat e rezultateve. Ne këtu i kryjmë shërbimet, do thotë bëjmë aplikimin individual edhe familjar. Për këto normalisht që kemi një pagesë që është një shumë simbolike. Këto edhe faktikisht pasi që të aplikojnë është një lloj kod konfirmimi që e lëshon Green Card dhe me atë kod vetë aplikuesit mund me hyjnë aty dhe i kontrollojnë, do thotë a janë fituesit ajo. Rezultatet janë do thotë me 1 maj 2016 edhe me 20 shtator. Faktikisht 2017, sa shpoj vjen vitin që janë. Këto viza si pasaj i lëshojnë departamentet amerikane për ato vende që nuk dërgojnë shumë emigrantë në SBA, ndër ato vende është edhe Kosova e cila ka një shans të mirë.